Departamenti i Gruas pranë Këshillit të Bashkësisë Islame të Prishtinës organizoi një program madhështor me rastin e përfundimit të leximit të mukabeles nga vajza e gra që çdo ditë bashkërisht lexuan nga fjala e Allahut në xhamitë e Prishtinës. Ky program mlodhi në një vend mysafire të shumta që kishin ardhur për ta përjetuar nga afër këtë atmosferë. Leximi i Kuranit, tekbiret e ilahit i dha një ndjesi ndryshe këtij ambienti. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قرآن كلام الرحمن. Përfaqësuesja e Departamentit të Gruas në Prishtinë, Kadrije Dragusha Ademi, foli për rëndësinë dhe vlerën e leximit të mukabeles. Ne po e vazhdojmë traditën të cilën Gjibrili a.s. e kishte bërë bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Që 10 vite ne mbajmë mukabele, por këto vitet e fundit organizohet në mënyrën edhe më të mirë. Nga ana tjetër, doktoresha Florentina Tërmkolli theksoi rëndësinë e vazhdimit të lidhjes me librin e Allahut, jo vetëm gjatë Ramazanit, por gjatë gjithë vitit, kurse koordinatorja medreses Alaudin në Gjilan, Merita Borolci, tha se tubimet të tilla forcojnë dashurinë për Kuranin. Pejgamberi po e quajnë sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët lexojnë Kur'an janë ehlullahi wa khasatu, janë njerëzit e Zotit dhe janë të veçantit e Zotit. Janë njerëzit e Zotit dhe të veçantit e Zotit. Neve duhet mësimet e tij, që gjallënot Kur'anit, duke i praktikuar mësimet e tij janë jetën tonë. Nëse na ka thonë mos përgojoni, na duhet me qenë aty, mos me përgoju. Nëse Kur'ani famlar na ka thonë mos vjedhni, neve duhet me qenë aty. Nëse na ka thonë mos gënjeni, duhet me qenë aty. Që sisoj, jetësohet dhe praktikohet Kur'ani në jetën e muslimanit, duhet me qenë kësisoj. Inshallah don Allahu na bën sebeb të hajrit për përmirësimin e kësaj gjendje. Allahu ju rujt, Allahu ja u pranoft krejt veprat e mira në veçantë leximin e Kuranit. Inshallah e bën sebeb ndërmjetësim për juve ditën e gjykimit, edhe padyshim që po në ditë kur sikleti është i madh, ka me ardhë Kurani, ka me ndërmjetësu për juve, edhe inshallah e bën ngritje në shkallët e larta të xhenetit. Në fund u lexua duaja e hatmes, duke u lutur që Allahu ta pranojë leximin e Kuranit dhe t'i shpërblejë të gjitha pjesëmarrësit. Ja Rab, dhurona dituri e cila na qetëson zemrat dhe na sjell lumturi në jetën tonë. Ja Rab, na bëj prej lexuesve të posaçëm të Kuranit famlar.